Komisioni Mbrojtjes Civile në nivel qarku ka zhvilluar një takim ku janë diskutuar problematikat e vitit 2025 dhe fillim vitit 2026 me zjarret dhe përmbytjet, ndërsa është folur edhe për masat paraprake që duhen marrë për sezonin turistik në lidhje me parandalimin e zjarreve. Emergjencat civile nuk mund të trajtohen më si situata episodike që kërkojnë vetëm reagim të momentit, por kërkojnë planifikim strategjik, analizë të vazhdueshme risku, vendimarrje të shpejtë dhe institucione funksionale që operojnë në mënyrë të koordinuar në çdo hallk të sistemit. Një vëmendje të veçantë duhet t'i kushtohet përgatitjes dhe përditësimit të planeve të emergjencave civile. Nga bashkitë, këto dokumenta duhet të jenë sa më praktik, të qarta dhe plotësisht të zbatueshme në terren. Bazuar edhe në eksperiencën jo të mirë me përmbytjet e fundvitit të shkuar dhe këtij fillim viti, është vënë theksit e masat parandaluese për t'i bërë ballë çdo situate të mundshme. Puna më e rëndësishme është puna e grupit. Dhe për sa kohë që ne këtu jemi të gjithë, besoj që edhe bazuar në eksperjencat e vitit kaluar, të cilat nuk ishin fort të këndshme. Fund viti 2025 dhe fillimi 2026 me rreshtet e paparashikuara, të cilat mund të ndodhin në çdo moment, mund të ndodhin edhe në verë prizë përtetës. Kështu që unë mendoj që nëpërmjet ministrive të linjave përkatëse që ka gjithë secili institucion, duhet të punojnë fort për të bërë më të mirën e mundshme në marrjen e masave parandaluese. Në këtë takim kanë marrë pjesë përfaqësues të emergjencave civile nga çdo bashki, si dhe përfaqësues nga ushtria, policia, drejtoria arsimore, si dhe të tjerë aktorë që bashkëpunojnë për të përballuar emergjencat e çdo lloji në qarkun e Korçës.